Përshëndetje miq të televizionit Tukagjini, që kam paralajmëruar edhe më herët, jemi zhvendosur këto në zyrën e komandantit të KFOR-it Enrico Parduani për të zhvilluar një intervistë rreth situatës së sigurisë dhe punës së KFOR-it në Kosovë. General Parduani, faleminderit për kohën fillimisht. Thank you. Pyetja parë që duhet ju shtroj është prej më shumë se 25 vitesh KFOR-i ofron siguri për qytetarët. Ju jeni këtu në krye të misionit që nga tetori. Si keni pa ndryshimet e situatës në Kosovë ndër vite? Pari faleminderit shumë për këtë mundësi dhe më lejoni të nënvizoj se NATO-ja ka qenë në Kosovë angazhuar si në përfundimi i luftës në vitin 1999. Gjatë këtyre viteve, misioni ynë ka pasur një rol kryesor në ndërtimin dhe mbajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, duke çuar drejt paqes, prosperitetit dhe zhvillimit socioekonomik. Situata e sigurisë në teren është përmirësuar dukshëm në këto 26 vitet, të cilat kanë quar që NATO-ja si rol të riformësohet tërësisht prej 50.000 ushtarëve që janë zbarkuar në vitin 1999 në një forcë më të vogël, por shumë më fleksibile me rreth 4.600 ushtarë sot. Ky proces është përzgjedhur nga një transfer gradual i përgjegjësive të sigurisë dhe organizatat e sigurisë në Kosovë, me të cilat NATO-ja vazhdon të mbështesë përmes KFOR-it dhe gjithashtu edhe përmes zyrës së NATO-s për këshillim dhe ndërlidhje. Pavarësisht këtyre përmirësimeve të mëdha, situata e sigurisë në terren mbetet e ndjeshme, kryesisht për shkak të çështjeve politike të pazgjedhura. Në vitin 2023, tensionet kanë eskaluar dhe kanë çuar që KFOR-i të rritet me një prani prej 1.000 trupave. Kjo ka qenë një përforcimi më i madh që ka ndodhur KFOR-it në këtë dekadën e fundit. Ky është një përkujtim i qartë që paqja nuk duhet të merret për të mirëqenë, por puna e madhe, dialogu dhe kompromiset politike janë jetësore për të arritur një zgjidhje afatgjatë. Dhe kur jemi këtu pra tek çështjet politike, me qenë se i përmendet Kosova, Serbia pra ende kanë çështje të pazgjidhura, general, dhe situata e sigurisë mbetet e brisht. E thatë ju paraprakisht që folet për situatën e sigurisë. Si e konsideroni situatën aktuale të sigurisë, pra tash kur jemi në vitin 2025 dhe shpesh herë ka ndonjë incident, flitet për praninë e trupave të Serbisë afër kufirit me Kosovën. Si e vlerësoni tani situatën e sigurisë? Të them që sot situata në Kosovë gjithsa është e qetë, në përgjithësi mbetet e brisht, që do të thotë që është e ndjeshme në ndonjë shpërthim të menjëhershëm dhe të papritur të dhunës dhe jo stabiliteti. Më duhet të them se unë këtë vlerësim e kam ndarë edhe me zinxhirin komandues të NATO-s, por gjithashtu edhe me udhëheqësinë e BE-s, sepse kemi pasur zonjën Kallas, që ka vizituar Kosovën në kohëve të fundit. Të them gjithashtu edhe një herë se dhuna e cila ka ndodhur në Zveçan në vitin 2023 kundër KFOR-it dhe policisë së Kosovës dhe sulmet që kanë ndodhur edhe në kanalin e ujit i Bërlepens në nëntor të vitit 2024 e dëshmojnë këtë ndjeshmërinë e situatës së sigurisë. Në një kontekst të tillë, KFOR-i ka marrë disa masa parandaluese që kanë pasur për qëllim që të nxisin bashkëpunim dhe dialog në shumë rryma të ndryshme, duke përfshirë edhe patrullimin edhe angazhimin e vazhdueshëm me të gjitha komunitetet lokale, por i mbetet vigjilent dhe e mban një prani të dukshme dhe fleksibile në përkrejt Kosovës, duke përfshirë edhe zbatimin e forcave rezerve të NATO-s për të vazhduar në mënyrë efektive të ekzekutoj detyrat e saj në pajtueshmëri me mandatin ton afatgjat të OKB-s dhe për të parandaluar çfarëdo sfide që mund të ketë ndikim në siguri lokale ose edhe në stabilitetin rajonal. Në këtë drejtim mund t'ju siguroj se misioni ynë mbetet me resurse të mira dhe me një prezencë të mirë për të zbatuar mandatin ton. Megjithatë, stabiliteti në rajon kryesisht
varet nga të gjitha anët, të cilat përzgjedhin dialogun dhe bashkëpunimin e jo dhunën. Përmes KFOR-it, NATO-ja ofron një kontribut të rëndësishëm ushtarak, por rruga drejt paqes afatgjate është kryesisht politike. Për këtë NATO-ja vazhdon të mbështesë fuqishëm dialogun e lehtësuar nga BE-ja, që si është korniza e vetme për të zgjidhur çështjet që kanë mbetur në lidhje me të drejtat të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Ne jemi në kontakt të ngushtë, siç e thash edhe më herët, edhe me leadershipin e ri të BE-s, e në veçanti me përfaqësuesin e veçantë për dialogun Beograd-Prishtinë, zotriun Peter Sorensen, sepse siç e thash, NATO-ja e konsideron që është kyçe që Beogradi dhe Prishtina të angazhohen në këtë proces në mirëbesim. Dhe edhe një çështje kur sa i përket trupat e NATO-s, general, është folë shumë nga njëherë për largimin ose reduktimin e numrit të trupave amerikane në Evropë. A ka ndonjë, le të themi, shqetësim ose a mund të kuptoj edhe kjo që mund të ketë ulje të trupit numrave të forcave amerikane në Kosovë? Nënvizoj se zyrtarët amerikanë kanë përsëritur përkushtimin e tyre për aleancën, duke përfshirë edhe praninë amerikane në Evropë, dhe ta them që ajo pjesa e parandalimit dhe e mbrojtjes së NATO-s duhet të mbetet këtu fuqishëm. NATO-ja në mënyrë të vazhdueshme ju përshtatet ndryshimeve të mjedisit, dhe kjo është ajo pjesa që ne duhet të themi që jemi të gatshëm. Por sa i përket Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor, më duhet ta them se NATO-ja si përkushtim kolektiv për stabilitet në krejt rajonin është shumë e vendosur, dhe vizita e Këshillit Atlantik të NATO-s dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në KFOR në mars është një dëshmi e prekshme për këtë përkushtim. Dhe misioni tani ka 33 trupa të vendeve kontribuese, duke përfshirë edhe aleatë dhe partnerët e NATO-s që e pranojnë rëndësinë e përkushtimit tonë të rritur për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë. Në këtë përpjekje kolektive, SBA-ja luan një rol thelbësor brenda KFOR-it. Këtë e bën përmes kontributit të tij afatgjat, i cili edhe jam plotësisht i sigurt që do të vazhdoj siç ka qenë deri më tani. Dhe komandant po doja të pyes për një çështje të rëndësishme që e përmendet edhe ju më herët. Janë bërë pra 2 vjet që kur ndodhen trazirat në veri të Kosovës, shumë prej ushtarëve të KFOR-it u lënduan rënd. Po doja t'ju pyes, si vlerësoni qëndrimin e Serbisë për këtë çështje, dhe a keni bërë thirrje institucionet serbisë që të marrin përgjegjësi ose që t'i hetojnë këto raste, sepse ka hetime për institucionet të Kosovës, janë arrestuar disa persona, mirë, po shumica atyre që kanë kryer këto akte dhune nuk janë sjellë para drejtësisë. Më pari më lejeni të them se çfarë ka ndodhur, dhuna që ka ndodhur në Zveçan dhe në Banjë ishte e papranueshme. Me 29 maj të vitit 2023 ne kemi qenë dëshmitar të një numri më të madh të viktimave të personelit të KFOR-it që kanë ndodhur në një ditë për një dekadë ose për mbi një dekadë. NATO-ja përfshirë edhe sekretarin aktual të NATO-s, zotriun Rutte, dhe ish sekretarin sekretarin e përgjithshëm Stoltenberg. Ata vazhdimisht e kanë thënë dhe kanë bërë thirrje për të siguruar që ata të cilët janë të përgjithshëm të mbahen, të sillen para drejtësisë. Dhe në leni të them se neve na vjen keq që nuk kemi pa shumë përparim në këtë drejtim si NATO. Dhe pas kësaj ngjarjeje, NATO-ja si një përgjigje, si një reagim, ka bërë një zbarkim të 1000 trupave shtesë dhe pajisje të rënda, duke i mundësuar KFOR-it që të rrit praninë e tij në pjesën veriore të Kosovës edhe tek linja administrative kufitare. Nuk ka qenë një prej
përforcimeve më të mëdha të KFOR-it në këtë dekadën e fundit, duke siguruar që KFOR-i i ka të gjitha resurset e nevojshme për të vazhduar të zbatojë plotësisht dhe në mënyrë efektive mandatin e tij afatgjatë të OKB-s. Dhe komandant, do të flasë tani pak për sulmin terrorist në Banjsk në shtatorët e vitit 2023. A ka KFOR-i ndonjë informacion pra për vërtet rreth këtij incidenti? Si arriti pra grupi i Milan Radojićit të futej në Kosovë, cili ishte qëllimi i tij, pra a ka informacione NATO KFOR-i për pretendimet e tyre për të shkëputur veriun e Kosovës, pra në këtë incident I cili udhëhiqej prej Milan Radojićit? Më duhet të them se unë mundem të përsëris edhe një herë atë se çfarë kam thënë më herët, se çfarë ka ndodhur në Zveçan në Banjsk ka qenë e papranueshme. Dhe është e rëndësishme se ata të cilët janë përgjegjës të mbahen të përgjegjshëm dhe të cilën para drejtësisë. Me thënë këtë, unë nuk do të komentoj ndonjë hetim që është përtej mandatit të KFOR-it dhe hetimi I ngjarjeve të cilat janë akoma duke vazhduar bie në përgjegjësinë e autoriteteve për zbatimin e ligjit, që do të thotë është policia e Kosovës. Është edhe situata njëjtë edhe me rastin pra të incidentit apo sulmit në Varag, në kanalin e Iber Lepencit, të cilët e përmendet edhe jo më herët, pra sepse Kosova është ballavaçuar me të paktën këto 2 sulme terroriste në periudhat e fundit. Let me say that I remember Të very well the attack më të them që më kujtohet mirë sulmi në kanalin e Iber Lepencit, për shkak se ka ndodhur vetëm disa javë pasi që unë fillova mandatin tim si komandant I KFOR-it. Personeli I KFOR-it ka reaguar shumë shpejt për të siguruar që infrastruktura kritike dhe pjesa rreth saj të mbrohet. Përveç kësaj, KFOR-i ka ofruar dhe mbështetje logjistike për agjësimin e mjeteve shpërtyese dhe të gjenjës për institucionet e Kosovës, por nuk ka pasur nevojë për shkak se policia e Kosovës ka demonstruar që ka ditur ta menaxhojë siç duhet ngjarjet pas kësajna. Edhe e thash edhe më herët që hetimet janë ende duke vazhduar dhe thash edhe më herët që sa I përket Zveçanit dhe ngjarjeve në Banjsk, është e rëndësishme që faktet të grumbullohen dhe ata të cilët janë përgjegjës të mbahen të përgjegjshëm dhe të sillen para drejtësisë. Në këtë drejtim, nuk e kam lirinë unë të spekuloj për asnjë ngjarje e cila I përket autoriteteve për zbatimin e ligjit dhe ende nuk është e qartësuar. E thash edhe më herët që hetimet janë duke vazhduar dhe duhet I lëmë autoritetet ta kryejnë punën e vet. Dhe do ndroj pak temë, pra duhet ju pyes për një çështje tjetër. Pra ka të bëjë me veprimet e institucioneve të Kosovës për mbylljen e zyrave ilegale të strukturave paralele serbe. Është kritikuar shumë edhe prej faktorëve ndërkombëtar për mos koordinim pra të veprimeve të qeverisë me ndërkombëtarët këtë rast. Po duhet ju pyes ju sa I përket strukturave të sigurisë. Si e shihni bashkëpunimin tuaj pra në këtë kohë me policinë e Kosovës, por edhe me forcën e sigurisë? Ndonë se këta të fundit s'kan pas shumë rol pra në këtë aspekt. Ta them që bashkëpunimi I mirë në mes të KFOR-it dhe organizatave të sigurisë së Kosovës është e rëndësisë së madhe dhe ne kemi një interes të ndarë dhe një përgjegjësi për sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë. Natyrisht këtë bëjmë në kuadër të mandatit dhe roleve tona përkatëse. Bashkërenditja në atë kohë ka qenë pak sfiduese, por në përgjithësi ne kemi pasur mundësi mi mbajt raportet e mira edhe me organizatat e sigurisë së Kosovës dhe në veçanti ne kemi pasur bashkërenditje të afërt me policinë e Kosovës në mandatet tona përkatëse si reaguese të sigurisë. KFOR-i ndërvepron në mënyrë të rregullt me policinë e Kosovës përmes aktiviteteve të bashkërenditura duke përfshirë edhe patrollimet ose edhe ushtrimet ose stërvitje trajnuese.
Sa i përket Forcës së Sigurisë së Kosovës, ai bashkëbiseduesi kryesori i NATO-s është ekipi i NATO-s për ndërlidhje dhe këshillim. Është i ndarë, por është një entitet i cili është në forcim të NATO-s dhe ofron dhe është këtu që nga viti 2016 dhe nalti është një entitet i cili mbështet zhvillimin e FSK-s në kuadër të mandatit të tij origjinal përmes ndërtimit të kapaciteteve, edukimit edhe bashkërënditjes së trajnimit. Përveç kësaj, si komandant i KFOR-it, unë jam në kontakt me lidershipin e FSK-s. Sipas kërkesës time, për shembull me 10 qershor, pas disë viteve, Forca e Sigurisë së Kosovës ka marrë pjesë në kushtrimin fushor të përbashkët Shpata e Argjend 2025 në pajtueshmëri me mandatin e tyre origjinal, duke përmes trajnimit për menaxhimin e sigurt dhe asgjësimin e mjeteve shpërthyese dhe materialeve të rrezikshme dhe mundem ju siguru që e kanë kryer një punë në mënyrë të shkëlqyeshme. Dhe komandant po do të pyes kur jemi tek FSK-ja, pra a mban NATO KFOR-i qëndrimin edhe se Forca e Sigurisë së Kosovës nuk mund të hyjë në veri të Kosovës pa një koordinim paraprak me ju, këtë rast me KFOR-in. Sipas përkushtimeve ekzistuese, Forca e Sigurisë së Kosovës ka nevojë për një pëlqim të komandantit të KFOR-it për me u zbarku dhe për me ndërmarrë ndonjë mision në veri të Kosovës. Ky përkushtim mbetet i rëndësishëm për NATO-n dhe është në të mirën e një mjedisi të qetë dhe të sigurt. Edhe duhet ta them edhe një herë, unë e mirëpres atë pjesën e vazhdueshme të lidhjes që përkushtohet edhe institucionet e Kosovës edhe FSK-ja në këtë pëlqim. E qartë, dhe po do t'ju pyesja për një çështje, një deklaratë që kishte bërë Goxha Shumbuj, komandant këtu e ministrit të mbrojtjes, pra zotit Maqedonci, që kishte thënë se diku 70% e ushtrisë së Serbisë është e pozicionuar përreth kufirit me Kosovën, ndërkohë që Serbia qartazi dihet që ka pretendime territoriale mbi Kosovën. A përbën kjo kërcënim për sigurinë në Kosovë? Të qartësoj se në pajtueshmëri me marrëveshjen tekniko-ushtarake dhe procedurat aktualisht që janë në fuqi në NATO-n, forcat armatosura të Serbisë duhet ta mbajnë në mënyrë të rregullt të informuar KFOR-in për aktivitetet e tyre nëse i afrohen linjes administrative kufitare, dhe si komandant i KFOR-it mund ta konfirmoj se që nga fillimi i mandatit tim unë nuk kam parë ndonjë shkelje të procedurave të tilla, ose që na kanë njoftuar se ka ndonjë ndryshim të madh në vendosjen e tyre. Situata përgjatë linjës administrative kufitare është e qetë dhe tërësisht nën kontrollin e KFOR-it. Gjatë këtyre viteve KFOR-i ka krijuar, ka lidhur bashkëpunim të mirë me forcat armatosura të Serbisë dhe këto janë të dëshmuara me kontaktet e rregullta të KFOR-it me homologët tanë të Serbisë. Ne gjithashtu edhe në mënyrë të rregullt kemi edhe patrullimet të sinkronizuara me forcat e armatosura të Serbisë në anët tona përkatëse të linjes administrative kufitare. Unë personalisht kam kontakt të afërt të ngushtë edhe me shefin e mbrojtjes së Serbisë, me të cilin jam takuar tash disa herë këtyre viteve të fundit në Beograd, si dhe me institucion dhe organizatat të sigurisë në Kosovë, siç kërkohet nga mandati im. Unë mendoj se komunikimi i rregullt dhe transparent dhe ndërveprimi ndihmojnë që të kemi një vetëdijsim të përbashkët të situatës dhe t'i shmangim keqkuptimeve dhe të kontribuojnë në stabilitetin rajonal që është në të mirë të të gjithëve. Pra, komandanti, përveç strukturave të sigurisë Kosovë, ju keni takime të vazhdueshme edhe me komandën e ushtrisë serbe. Apo i bie kështu? Yeah, as mentioned,
Tash, si komandant i KFOR-it, unë kam takime të rregullta me autoritetet ushtarake me të gjithë rajonin, duke përfshirë edhe shefin e shtabit të forcave të armatosura të Serbisë. Ne takohemi kur kemi çështje specifike për të diskutuar. Ne diskutojmë një numër të temave që kanë të bëjnë me sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Për shembull, herën e kaluar, unë kam ngritur si çështje rëndësinë strategjike të këtij rajoni dhe rolin kyç të dialogut politik për të zvogëluar tensionet dhe për të ofruar një stabilitet afatgjatë. Ne gjithashtu kemi diskutuar që bashkëpunimi ekzistues për të monitoruar dhe për të monitoruar dhe për të ofruar siguri në anët tona përkatëse të linjës administrative kufitare dhe prandaj edhe për këtë arsye pres që kjo të vazhdoj dhe unë llogaris në bashkëpunimin e tyre të vazhdueshëm në këtë drejtim. Dhe kur jemi pra tek kjo çështja e dialogut që përmendet, duke pas parasysh komandant pra situatën që ka qenë edhe në veri të Kosovës dhe pozicionin e Serbisë aktualisht pra që mban ndaj Kosovës, cila është mënyra më e mirë pra për të vazhduar në dialog mes të dyja vendeve sipas jush? E kam thënë që nga fillimi i mandatit tim, ditën e parë të mandatit tim, zgjidhja është përfundimisht politike e jo ushtarake. Zgjidhja e çështjeve të mbetura përmes dialogut është e vetmja mënyrë për të arritur dhe për të pasur stabilitet në Kosovë, por edhe në krejt rajonin. Prandaj edhe ne si NATO vazhdojmë të mbështesim dialogun e lehtësuar nga BE përmes ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Dhe siç e thash, është e rëndësishme se Beogradi dhe Prishtina tregojnë fleksibilitet dhe i bëjnë kompromiset e nevojshme për të zbatuar marrëveshjet ekzistuese. Kjo është e vetmja mënyrë për drejt një sigurie afatgjate në Kosovë dhe stabilitetit rajonal në të mirë të gjitha komuniteteve, dhe jo vetëm në Kosovë. KFOR-i është i mirë përgatitur për të vazhduar të mbështesë këtë dialog në bashkërënditje të plotë me të gjithë pjesëdarët e komunitetit ndërkombëtar që është i pranishëm këtu dhe në Ballkanin Perëndimor. Dhe në fund kam një pyetje pak politike këtu në Kosovë. Kosova ende nuk e ka formuar pra qeverinë e re, pas zgjedhjeve nuk është konstituar kuvendi. Ende çfarë mesazhi do ndanit ju, komandant, në lidhje me këtë çështje dhe ka impakt në situatën aktuale qoftë të sigurisë? Pikë së pari me lejeni të nënvizoj se si komandant i KFOR-it, interesi im dhe detyrat e mia janë kryesisht dhe në përgjithësi ushtarake. Megjithatë, nuk mund të mos e nënvizoj se mjedisi i sigurisë është indikuar edhe nga situata politike. Ne nuk ndërhyjmë në politikën e brendshme të Kosovës, por në të njëjtën kohë ne përse afërmi jemi duke i ndjekur zhvillimet politike në Kosovë, duke përfshirë edhe zgjedhjet për parlament që janë mbajtur në shkurt. Edhe pse nuk kemi pa ndonjë ndikim të drejtë për drejtë në këtë stagnimin politik aktual dhe për situatën e sigurisë, ne inkurajojmë të gjitha palët që të gjejnë një mënyrë të ecin përpara që është në të mirë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Dhe komandant Bardani, të falenderoj shumë për kohën që gjetet të ndash me ne për këtë intervistë. Faleminderit juve për këtë mundësi që më latë të ndaj pak më shumë dhe si ta kuptoni më mirë KFOR-in. Dhe kjo pra miqtë të televizionit Dukaqini ka qenë intervista me komandantin e KFOR-it në Kosovë, Enrico Bardani. Unë lë me pjesën tjetër të emisionit në vazhdim, pra me informacionet e tjera.